Naja është në studio për të na treguar gjithçka. Përshëndetje. Përshëndetje profesor, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi të të kemi në fakt në podcastin ton. Tani, duam shumë të hedhim dritë mbi gjithçka çfarë ka ndodhur, mbi një largim që për të thënë vërtetën, rasti yt, po e them pak, po e bë pak hyrjen e gjatë. Është një film ka qenë Dadja Mekfi. Rasti yt është pra kur të kishin tifozët aty, ndonjëherë ishin dhe kritik për ndoshta vrrullin tënd, pasionin tënd etj. Por pas që kur largove gjithë komentet ishin në mbështetjen tënde. Megjithatë, ndalim prapë në fund të kjo gjëja. Çfarë ndodhi? A di të shpreh që ca gjëra e kupton vlerën kur ju mbet. Pikërisht pra. Kjo është pra. Po tani, mos ta bëjmë laka fillim. Tani, çfarë ndodhi profe? Kush të njoftoi, si të erdhi njoftimi, e prisje, se prisje, pse? Asgjë. Diçka normale në futbollin shqiptar. Më njoftuan ditën e njëjtë, më thirrri vetë presidentin e falenderoj për atë çfarë ka bërë në fillim për mua. Po ashtu jemi takuar si miq dhe jemi ndarë po si miq, sepse vazhdojmë të jemi miq. E ishte fundi bashkëpunimit dhe kaq. Pra, ti je takuar me presidentin kur presidenti. Ka qenë presidenti. Presidenti më ka marrë në ekip privatisht presidentin në bashkëpunim me shef scoutin e ekipit Partizani, zoti Altin Ferrat, ai më ka propozuar në fillimet e mia për tek Partizani B. Atëherë, mas punëve të mia të Partizani B, ishte këmbgulja e presidentit, pas kujt tjetër, që të bashkohet pjesë e ekipit A. Dhe pikërisht, po presidenti përsëri në mënyrë private më ftoi dhe unë ndam po si mi shtrënguam duar për fundin e bashkëpunimit. Tani, mua më bën përshtypje diçka, sepse në njoftimin zyrtar, nuk e di është se kjo dhe arsyeja reale, thuaj që ndërlikimi i objektivave të klubit. Objektivi i klubit kemi thënë që ka qenë Final Four, që në mendimin tim personal, kur ti e more Partizanin që ishte me vetëm 4.9, të mendoje Europën ishte luksit e pruar, por gjithsesi, kthehemi në realitet, ti e çove deri aty. Tani, ndërlikimi i situatave dhe i objektivave. Ishit me pikë të barabarta me Dinamon dhe ndeshjen e fundit kampionatit, Partizani përballë me Dinamo në Arena e Demave. Ti ishe xha brenda objektivave. Kjo është arsye reale që të komentikoj presidenti? Jo, të them të drejtën, me presidentin nuk është se kemi folur fare për punë objektive, është ka qenë thjesht një mbyllje bashkëpunimi, nuk është punë objektive sepse siç e thoni edhe ju, në momentin që kemi marrë ekipin, nuk është se kemi pas objektiv. Objektivi kryesor kur kemi marrë ekipin ka qenë të ecim në rrugën e drejtë, të fillojmë të vëmë ekipin në shina, sepse vërtet ishte jo në gjendje të mirë, psikologjike, sportive, fizike, po edhe në rezultate, ishim jashtëzakonisht shumë dobët. E vërtet. Mos harrojmë, në 6 ndeshje kishim shënuar 2 gola dhe një me autogol me vorën, që i bie 3 gole gjithsej. Një ato 2 golet ishin me penallti i skandalit në Ballsh, në humbin 3-1. Po. Kështu që nuk është se po bënë mirë. Dhe objektivi nuk ka qenë. Objektivin e kemi vendosur gjatë rrugës, duke parë që edhe çunat filluan të luanin mirë, filluan të varponin dhe objektivin vendosëm gjatë rrugës personalisht. Dhe dëshira e madhe pastaj se gjithmonë mos harrojmë se Partizani është ekip i madh. Gjithmonë do luajë për objektivave dhe për renditje sa më lart. Oltion, dim që ishe ti që ditën e hënë paraqitjet dorëheqjen, nuk të pranua dhe pastaj më vonë ndodhi shkëputja e bashkëpunimit të njëjtë, po them. Të themi të drejtën, mos disa ndeshjeve që nuk po fitonim, po luanim mirë, të them të drejtë jashtëzakonisht më mirë, mund të them pa mburrje tani se ka ikur ajo kohë që po luanim më mirë tani që po humnim, sepse disa ndeshje që kemi fituar. Për shembull, unë mendoj që kemi luajtur më mirë kundër Vllaznisë në ndeshjen që jemi mundur 0-2, se sa në ndeshje që kemi fituar 2-1 kundër Teutës. Ai skandali me ato offside. Që pa që diçka nuk po shkonte, ndoshta momentin që ka një ngjarje psikologjik, ndoshta më mirë është që stafi të tërhiqet dhe djem ndoshta sepse në futboll moment që ndrohet trajneri, janë disa momente që lojtarët 2 ose deri në 3 javë mbajnë ndrojnë atë ritmin, ndrojnë atë hegemoninë që themi, atë përditshmërinë që bënim. I kërkova një takim për të diskutuar me erdhën zyrtarët e klubit, bashkë me gjithë stafin, thamë besojmë, jemi çdo gjë okay, vazhdojmë mendojmë për flamurtarin. Pra besuan tek ty të hënën. Mendoj për flamurtarin, filloi përgatitje skuadrën, të njëjtën ndruan mend. Ai nuk e di, kjo më çudit pak për të thënë vërtetën. Gjëra që ndodhin në futbollin shqiptar, kështu që janë gjëra që ndodhin. Që praktikisht do ishte, pra se edhe ti natyrë luftarake kemi parë në fushë, çudi më bën që të kërkosh ndoshta ti të hiqet dorë 3 sfida nga fundi, tani nuk e di. Jo, të them seriozisht. Atë mërzitën çunat, Jo, seriozisht, jo, nuk ka lidhje fare me derbin, të them realisht nuk ka lidhje fare. Seriozisht, nuk është vetëm ndeshja derbit, po von 3-4 ndeshje që ne nuk po shënonim siç duhet, nuk po dilim atje përveç se derbi një gol me aksion, ishim ka 3 javë që nuk shënonim dot me aksion, edhe me Bylisin shënuam me penallti, kështu që thash, mos vall,
duhet diçka që ta shkundim ekipin, siç u shkunda atëherë, ndoshta do u shkunte me largimin tim ditën e hënë. Kjo që nuk ndodhi, por ndodhi mas 3 ditësh dhe nuk është asnjë lloj problemi, jemi miq. Ti kalove kohë të bukura të Partizanit, sido që ishte. Si ishte momenti i fundit kur përshëndet lojtarët? Ka qenë shumë korrekt me gjithë djemt, kemi bërë një mbledhje në dhomat të zhvesh aty ku rrim gjithmonë. Kemi folur, kemi diskutuar. Kanë firmos dhe i fanelet. Sigurisht që kanë firmos dhe i fanelet gjithë çunat e ekipit. Bukur. Dhe asgjë, me shtrëngim duash me gjithë secili çun, duke uruar fat dhe inshallah shkojmë në final fort. Tani prove, që nga periudha kur e more ti Partizanin, keni grumbulluar 41 pikë. Elbasani ka grumbulluar 51, Vllaznia 47, Egnatia 45. Tani, sa i lumtur je ti personalisht me ecurinë tënde në krye të Partizanit dhe a bëre më mirë ato që prisje apo më ke se çfarë prisje kur more drejtimin e skuadrës parë? Që të bëjmë një korrigjim, 41 edhe Egnatia në ato kohë. Okej. Që jemi 41 Egnatia, 31 Dinamo, gjatë asaj periudhe. Domethënë kemi rekuperuar rreth 10 pikë në Dinamo. Nuk dua të diskutojmë të utën që ka qenë 13 pikë, ku ne kemi marrë me 4 pikë, kështu që kemi bërë goxha kalim. Mund bënem, sigurisht mund bënem më mirë, por jam shumë krenar për atë që kemi bërë. Jashtëzakonisht shumë, kemi punuar shumë. Dhe të them të drejtë, nuk e mendoj që do punonim kaq mirë. Nuk e mendoj, nuk e prisje këtë, sepse kur u prezantove u shfaqe optimist e kapin Final Fourin. Atëherë, natyra ime është gjithmonë luftë, do luftojmë për ta kapur, por në fillimet e mia nuk e besoj, sidomos 3 javët e para kishim jashtëzakonisht shumë të vështirë, sepse ndeshjet ishin siç janë tani, mërkur shtunë mërkur. Edhe për punë 7 ditësh që do bënim 3 ndeshje që do varte shumë. Dhe ishin ndeshje me rivalet direkt, ishin ndeshje në Elbasan, Vlorë, edhe derbi, pastaj edhe Bylisi që ju e keni qef, kështu që ishin 3 ndeshje rresht njëra me tjetrën. Dhe ishin për 7 ditë shumë ndeshje. Fal Zotit arritëm në 4 ndeshje të mblidhnim rreth jo pak po 13 pikë. Tani, sa komplimenta meriton për se mua më pëlqejnë shumë këto lloj trajnerësh që nuk e ruajnë këtë etikën komunikim. Pra, do shumë këllqe të dalësh në para ndeshjes, thua që kemi 3 ndeshje do marrim 9 pikë. Tani, sa guxim të verbër kishte te lojtarët, e vetja, sepse është deklaratë vërtet bombastike dhe merr vlerën 2 fish kur ti e mban deklaratën. Atëherë ne kemi bërë 2 rreshta të tuaj në forcës që quhet dhe 2 rreshtë kemi fituar. Kjo deklaratat e mia nisën korrekt nga vrapimi, nga ajo që bëjnë djem në stërvitje. Të them të drejtën, kam vrapuar jashtëzakonisht shumë. Edhe në ndeshje, duke bërë krahasimin në ndeshje më përpara me ndeshje që ne po vazhdojmë të bënim, duke parë të dhënat e tyre dhe isha vërtet i egzaltuar sepse po vraponi jashtëzakonisht shumë dhe besoja shumë të djem. Kjo ishte ajo që duke ditur forcën e djemve, besoja të ata që do arrinim dhe arritëm. Ti more një grup aktual që çalonte, që ti vetë e the, kishte vetëm 2 gola shënuar, një me penallti, një autogol. Pra, ky ekipi që more, si arritet ti nxirje më të mirë atyre djemve, duke përfshirë edhe lojtarë nga grupi B, po them. Atëherë ne kemi përfshirë lojtarë nga B, nga U19, U18, U17, them të drejtën janë E ndryshove pak filozofinë e ekipit. Duke qenë edhe Fernando që u aktivizohet Andrea, sepse akoma i quaj pjesë time të gjithë çunat, janë 39 sportistë të aktivizuar të Partizani, kështu që mendoj që kemi bërë një gjë shumë të mirë. Ajo filozofia. Filozofia është kush vrapo, nuk do shoh emër, nuk do shoh pasaportën. Kush vrapo, kush zbaton detyrat, do jetë në fushë. Dhe kjo ishte vetëm një filozofi që na bën të ecim përpara. Nuk do shihnim më është B-ja, është A-ja. Ka shënuar, s'ka shënuar, sepse shumë më thonin në rasti kontrar se nuk luan sepse ka shënuar, por ne nuk shikojmë atë, ne shikonim kush vrapon, kush servitën rregull gjithë javës, ishte në fundjavë në lojë. A ke një peng nga periudha Partizanit, domethënë që diçka që do dohet ta plotësoje pa u larguar? Jo, peng, asnjë peng, kemi plotësuar ato që donim. I vetmi peng në thonjza që ju Fabio Hysene nuk ishte bërë akoma 16 vjeç sa i shumë që të aktivizon dhe smalonte rregullore. Se aq i mirë tani kam dëgjuar shumë të Fabio Hysenin. Po them të drejtën, mua më pëlqen shumë si lojtar, ka disa cilësi që shpresojmë të punohet me të që të ecë përpara, është i shpejt, teknik, një kundër një shumë i rrezikshëm. I vetmi bën Do kishte guxuar 16 vjeç ta fusën lojë. Seriozisht unë kisha për derbi, nëse derbi do bënte me datë 26 do lutem derbi. E di gjithë. Se bënte ditëlindjen 26 bënte ditëlindjen derbi lutem 25 fatkeqësisht, kështu që. Atëre, pishman nuk e, po për çfarë krenar më shumë? Krenar për veten dhe stafin, bashkë me të çuna që arritën të ndrojnë fytyrën që kishte Partizani e vunë në rrugën